Mijëra njerëz u mblodhën në Maqedoninë e Veriut të hënën për të kërkuar drejtësi për 59 personat që humbën jetën si pasojë e zjarrit në klubin e natës në Koçan dhe për të kërkuar fundin e korrupsionit që sipas tyre solli tragjedinë më të rëndë ndër vite. Flakët shpërthyen gjatë një koncerti hip-hop në orën 3 të mëngjesit të së dielës, kur shkëndijat e mjeteve piroteknike që po përdoreshin nga grupi muzikor i vunë flakën tavanit. Qindra njerëz u turën drejt daljes së vetme të objektit që operonte pa licencë dhe që ishte të mbushur përtej kapaciteteve, teksa flakët përhapeshin me shpejtësi përgjatë tavanit. Nuk po vdesim nga aksidentet, por nga korrupsioni, lexoi në disa prej pankartave. Dhuna shpërtheu kur një grup personash hodhi gur për të thyer dritaret e një pubi, që sipas protestuesve drejtohej nga i njëjti person që kishte në pronësi edhe klubin e natës Puls ku edhe ndodhi tragjedia. Ngjarja ku mbetën të plagosur mbi 150 persona ka tronditur qytetin me 25.000 banor, 80 kilometra në lindje të Shkupit. Buldozier dhe punëtor me lopata janë angazhuar për hapjen e një parcele të re varresh, ku do të prehen viktimat e reja të tragjedisë, ndërkohë qytetarët që kanë humbur familjarët e tyre u vunë në radhë para spitalit në Koçan për të ndihmuar me ADN-n e tyre për identifikimin e viktimave. Autoritetet maqedonase thanë se klubi i natës operonte me një licencë të falsifikuar dhe se ambienti nuk ishte i pajisur me fikse zjarri dhe dalje emergjence. Prokurori Ljupço Koçevski tha se objekti të cilin mediat e kanë përshkruar si ish depo qilimash kishte një tavan të përbërë nga materiale të djegshme, ndërsa muret prej gipsi nuk ishin rezistente ndaj zjarrit. Kishte vetëm një dalje emergjence e cila ishte e kyçur gjatë koncertit të së dielës, 2 fikse zjarri dhe asnjë sistem alarmi. Autoritetet kanë arrestuar 20 persona lidhur me ngjarjen, përfshirë zyrtar të qeverisë dhe menaxherin e lokalit. Siç thuhet, shumica e të plagosurve po trajtohen në spitalet rreth vendit, ndërsa mbi 50 të tjerë janë dërguar në Bullgari, Greqi, Serbi dhe Turqi.